Ju po shoshoni me Bon drejt për drejt në radio televizionin 21, ndërsa ne tani në shtëpitë juaja po vi me një bisedë tjetër me tema të rëndësishme, interesante, ngjarje po ashtu të rëndësishme, pjesës e cilave mund të bëni edhe ju të rinë cilët shikoni rregullisht emisionin Bon. Flasim sot për të rejat e projektit Baushtell, projekti që rreth veçës mbledh njerëz nga vende të ndryshme përmes ngjarjeve të ndryshme. Projekti ndahet në 2 faza, ndërsa tani me disa aktivitete po përmbyllet faza e parë dhe pikrisht për këto ngjarje flasim sot në këtë pjesë të takimit ton me Arber Saliu, bashkëpunëtësi i projektit. Arber, mirë se vjen. Si edhe me menaxherën për marrëdhënie me publikun, Rozava Maliqi. Rozava, mirë se erdhe në Bon. Faleminderit për ftesën. Mirë di që po vini pas një nate kogja do të thoja të ngjeshur, kur dihet që keni mbledh shumë të ri përmes një koncerti, një ligjërate, por ende s'kemi mbri aty sepse unë du mu ndalë pikrisht në disa pjesë tjera njëherë. Vetëm pak muaj më parë, qendra ku ju funksiononi, ku mbani edhe ngjarje të ndryshme, ka qenë një shtëpi në gjendje hiç të mirë, ndërsa tani është një situatë krejt tjetër. Çfarë keni bërë, Arber? Jena mbledh një grupi të rinjve, na jena Baushtella do më thunë, edhe jena një projekt artistik që jemi mbledh mbi 40 njerëz për me bu një performancë artistike, po na nuk dëshim thjesht me mbledh, me shu ketë këtë kohë edhe energji veç për 3 performanca, po dëshim edhe me lonë diçka që ka me met edhe masi që të kryjnë këto performanca. Kështu që prej fillimit, synimi joni ka qenë me kriju një hapësin në cilën njerëz prej gjitha moshave dhe gjitha interesimeve ndryshme mund me ardhë edhe me i zhvillu idetë të tëne, me e shliru kreativitetin e tëne edhe thjesht me punu, me gjithë njoni tjetrin, me gjithë bashkëpunime. Për këtë arsye kena marrë një shtëpi që 5-6 vjetë ka qenë, do më thonë, kur gjaj s'ka pasë në to veç bërlog, edhe as, do më thonë, sistem të ujt, as trymës, as kur gjaj dhe jena mbledh, edhe në baza vullnetare kemi mëri me mbledh njerëz të rinj, edhe kemi arrit me rifunksionalizu edhe tash shtëpia është një sen i hatashëm, edhe kemi pas hapjen, do më thunë, me 17-in, ku kanë ardhë me qindra njerëz me pas se çka kemi bua, kemi pas një farë ekspozite, performance me artistët e Baushtellës, edhe është sen shumë i nevojshëm për Prishtinën edhe jeni gjithë mirëseardhën me ardhë në Hakershtell. Cilat janë komentet? Komentet mira, pozitive për punën që keni bo si të rinj? Definitivisht, do më thunë, po menej se atë natë jena konë shumë të humbën mas ketë punës, po nesër më të më këfil pak edhe. Po menej është sen që definitivisht i ka vytë qytetit edhe krejt njerësin të lumëtën që një hapësinë e tillë thash ekziston. Shtëpia ka me të qenë e hapun për gjithë njerëz që kanë dëshirë me ardhë me punu, edhe komentet kanë qenë, wow, ku ka qenë kjo ma herët. S'ka qenë heq. S'ka qenë heq. Rozava, Hakershtella, kur pretni me u boni pikë referuse për të rinjt e Prishtinës? Po, unë mendoj që ajo veç ka fillu mu bo pikë referuse, që prej që ja kena nis njerëz, kanë ardhë non-stop njerëz të rinj, non-stop kena pas vullnetar të rinj, e sidomos tash që ka fillu projekti Baushtell Balkan Temple, jemi aty çdo ditë rreth 30 njerëz që jemi tu sill, ndoshta edhe më shumë. Prej shtatorit ka me fillu edhe antarësimi në shtëpi edhe ka me fillu me qenë pak ma organizume krejt aktivitetet që kanë me ndonë në shtëpi. Do me thonë, kjo veç ka fillu. Pyetja Arbrin për komentet, por duhet ndalim pak të faza organizative, puna e madhe që është bërë për ta shndruar një vend të pabalueshëm, siç e përmendi Arbri që s'ka pas as sistem të energjisë, po as të ujit, as gjë tjetër të përdorshme. Si ka shku krejt kjo kohë? Cila ka qenë atmosfera e punës? Po, ka qenë shumë intenzive krejt puna që kemi bo, se cili prej neve, edhe ka shku mirë për vetëm arsye se kemi pas një ide që shta dhe Arbri nuk ka egzistu ma herët në Prishtinë, një shtëpi e tillë, edhe njerëz prej komunitetit, eksperta, arkitekta, gjithë kush kanë ardhë me na ndihmu, dhe me thonë me na këshillu, me na pyet çish mundë me na ndihmu, edhe për që ato mendoj që për një kohë që ka të shkurt këna mri me finalizu me një farë mënyrë shtëpi.
Zvon pajcek, do më thonë kemi shumë sponsorë që na kanë ndihmu me bu këtë sen për faktin se ju ka pëlqy ideja edhe do më thonë ka kompani që na kanë bu banjën veç se nashta ju kena pëlqy ose qa po di nashta varësi tjera ideja po, do më thonë kuzhinën, po banjën një qendër për tri për shembull që një sen interesant dje The Bloody Foreigners grupi rock grupi që jeton në Londër Kosovar që jeton në Londër ka vendosur që ata sopa e kanë lancu albumin e kanë promovu në DokuFest për çdo CD që ata e shesin €1 ka me shku si donacion për Hackerstellën për shembull. Kështu që po kena shumë mbështetje pe komunitetet dhe pe njerëz të ndryshëm edhe faleminderim shumë i madh për krejt edhe për vullnetarët që vinë. Cila është mbështetja? Komuna e Prishtinës e ka mbështet projektin Baushtell Balkan Temple. Domethënë në mënyrë indirekte edhe Hackerstellën se Hackerstella është rezultati Baushtell Balkan Temple, po do të më thekë që edhe Komuna e Prishtinës, po edhe 5 ministri në nivelin qendror e kanë mbështet Baushtell Balkan Temple, kështu që është shumë interesant mos mu anku për që të them, po më duket kur s'kom një që dikush nuk ka anku. Unë njësa me u që di qka po ndodh me juve në kuadrë të këti projekti Hackerstellës, Baushtellës, krejt këti projekti qka po ndodh pëse ju s'po ankuani për sponsor dhe për kraje financiare dhe të formave të tjera veçanti nga institucionet vendore. Mirë, flasim pak edhe për qëndrimin e juaj në Cyre dhe në Beograd, para se të kalojmë të nata e mbrëmshme që krijoj një atmosferë ndryshe, do të thoja, në Prishtinë. Për ata më të tregu më shumë arbër. Arbër? Po, do më thonë, koncepti projektit është që zgatë 10 javë. 2 javë të fundit, në fakt, pi 5 që din në stenja, pi vjen 2 javë, po. 2 javë të fundit i përmbojnë 3 performancat, është thjesht realizimin 2 javë të fundit. 6 javë të para është fazë hullumtuse, edhe gjatë fazës hullumtuse na do më thonë gjithë veç hullumtojnë, si janë jajnë i mirë. Hullumtojmë edhe, do më thonë, jena mbledh, kemi hullumtu, kemi bu research, hullumtim për temën çka beson ti, kjo është tema e projektit, What Do You Believe In. Kemi këshyr filma, kemi bu ekspozita, kemi majtë koncerte, kemi majtë legjerata, gjitha të bazume në këtë temë. Edhe, më me thonë se Cyrihu ka qenë diçka mrekullueshme me shku aty, me pa qytet, sidomos artistat e Kosovës nuk po kanë shumë mundësi më thu. Beograd, edhe në Beograd ishte shumë super me njoftu njerëz, adin me të cilët muj me komuniku, e mos me qenë ashtu që na kam portretizu, zakonisht mediat, edhe njëjtë edhe në perspektiv të në edhe në tonën, me shku me pa njerëz normal që muj me bu muhabet për një film, abedin edhe, mos me duke e hajru të kalumen, pa e përmen farë ose? Pa e adin qysh, aty nështë përmenet e kalumja ose diçka që ashtu, po najnë ato dosht me kriju diçka pozitive, diçka të re, diçka që na shtin me i te i kalu gjitha problemet që i kemi, edhe unë mendoj se është shumë mirë me qenë të hapën da njëni tjetëri gjithmonë, edhe me ndëgju njëni tjetëri, na se ndëgjojmë njëni tjetëri, do të me ndryshu pak se të sen. Veçanti me rajonin, shtetet për rreth, bashkëpunim më të madhë. Po gjithsesi, i kemi që aty. Do më thonë, ka qenë shumë interesant, për shembull na, kuadrët Baushtellës, e kemi mbajtë një koncert në Beograd, une, Tomër Kuqje, Dona Vatoci, Vesar Kosa, Vlerta Kosova, ishtë shumë interesant me shku aty edhe ishtë hera parë që ata e nishin a i kongë gjuhën Shqipe, për shembull, shumë prej tëne, edhe diqysh, unë menoj që është mirë me unë, a bedin me qenë familiarizu më tregoj që shenë ditë vetë, personalisht, qenit në Beograd. Pa e mirë be, a bedin, është qytet, kom qef une me përhap që ato që kam përfaqëson mu, ku do që jam, une, a bedin përhapi artin tem, kulturën tem, edhe është ndjenje mirë, sidomos kur s'ka një ide, a din, që ka po ndodhë, besoj se ja kemi dhonë një pasqyrim se që ka jenë atë qa u puna jonë, kështë që ndjenje e mirë. Ndalimi të nata e mbrëmshme Ruzov, e sollët në Prishtinë një kitarist të njohur, si që është Petrit Qeko. Flasim fillimisht për Petritën apo të shojë materialin, unë propozojmë e pa materialin nga nata e mbrëmshme, ligjërata, koncertit, sepse dyat kanë qenë shumë bukur ndërlidhura njëra me tjetrën dhe nga materiali kur po përgaditoj në montajat tona, Teksaroni po përgadiste pashe, ka pas shumë interesim dhe gjithë kanë qenë shumë të koncentrume. A ka qenë kështu me të vërtet? Po. Shoj materialin, pra bashk, materialin e ronë të lmendit.
Më parë, jemi mësuar të shohim njerëz në parqe duke bërë muzikë me kitarë. Ka mundur të jetë vetëm apo në prani të shoqërisë. Jemi mësuar gjithashtu të shkojmë në koncerte të muzikës klasike që mbahen në ambiente të mbyllura, që janë lokacione kryesisht të njëjta. Por asnjëherë të jemi dëshmitar të një performance që përcillet me ligjërat mes pishave në parkun e qytetit në Prishtinë. E kjo ndodhi mbrëm nga një kitarist me renome botërore siç është Petrit Qeku. Ai ishte aty për të rrëfyer fragmente nga jeta e tij, tregime të cilat ilustrojnë rrugën e tij për të arritur perfeksionin në tingujt e kitarës. Sonte ishte një natë eksepsionale për mu, se për të parë faktikisht fola gjatë një recitali të vogël. Qëllimi im ishte që pak të afroj publikun nga skenat e muzikës klasike. Se muzika klasike sado që është e bukur dhe këndshme përvesh për disa minuta, njerëzit kanë vështirësi me ardhin në koncertet tona, sepse i pengon qetësia, i pengon largësia e muzikës, largësia emocionale e muzikës. Dhe këso gjëras, unë me këtë mundoha që ta afroj publikun, që ti transmetoj disa vlera esenciale që ndodhin në skenat koncertale, dhe me shpresë që dikush ndoshta të preket pak nga ajo dhe që herë në ardhshme kur vjen në koncert dhe duhet të rri i qetë për 2 orë, që ta ketë ma lehtë ato dhe mos jetë ndonjë vështirësi, po përkundazi një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe. Këto iniciativa inovative për artin shqiptar po i bën projekti Baushtell The Balkan Temple. Pas përfundimit të fazave hulumtuese në Zyrich dhe Beograd, Prishtina do të jetë një koqyrje shumë aktiviteteve artistike, që do të rrjedhin nga pyetja baze Baushtellës What do you believe in? Ndërkaq që Qeku thotë se vetëm bashkëpunimet kulturore me shtetet ndërkombëtare sjellin një të ardhme më të mirë për qytetarët. Është fantastike puna e trive që po bëjnë në Kosovë. Fantastike për shkak të nivelit të bashkëpunimit që kanë sidomos me botën ndërkombëtare. Faktikisht këto janë mënyrat tona se si mund të arrijmë që jetën tonë ta normalizojmë dhe ndër kushtet të normalizimit është natyrisht dhe udhëtimi i lirë. Dhe duke bërë kështu gjëra, kolaborime kulturore, do të kemi shumë më lehtë që të kemi qasje në botën e jashtme. Kjo është hera e parë që në një ambient të hapur në Prishtinë ka një performancë muzikore që përshkohet me ligjërat. When I was between the age of 9 until 20 something, I've practiced 8 hours, sometimes more. Basically as a child I've been playing the guitar all day. That I consider practicing time. Këto organizime jashtë Kosovës nuk janë të panjohura. Qëllimi është që publiku të ndihet më afër me artistin, më ndryshe ndaj konceptit klasik të koncerteve të muzikës klasike. Shpesh herë kam bërë ligjërata të tilla në vendet, sidomos në vendet amerikane, në Amerikë ose në Kanadë, për arsye se ata e konsiderojnë të rëndësishme që të bëhet kjo, si e quajnë ata, reach out. Domethënë që të arrihet, që të kontaktohet publiku nga dora e parë. Edhe këtë kanë bërë, domethënë, në vendet të ndryshme të Amerikës. Dhe po për herë të parë po e bëjnë në Kosovë dhe me shumë kënaqësi e pranova këtë ftesë. Ky është vetëm një event nga programi i fazës hulumtuese të Baushtellës në Prishtinë. Organizatorët kanë planifikuar që këtë javë të prezantojnë shumë aktivitete, si koncerte muzikore, ekspozit dhe performanca të ndryshme artistike. E pam materialin e Ronit, e pam një performancë muzikore e përcjell me ligjërat nga kitaristi i njohur në botë Petrit Qeku, një performancë ndryshe që ne në Prishtinë dyshoj që në Kosovë dikun tjetër është mbajtur ndonjëherë një performancë me një koncept të tillë. Kush e ka paraparë kështu?
Dhe pse zgjodhet pikërisht Petritin? Petritin sepse mendoj që nuk ka njeri ma të mirë në Kosovë që mundet me ardhë dhe me na tregu diçka t'illë, se për shkak të arritjeve ti. Përgjigjja e ti ka qenë me njëherë po? Apo? Po. Ka qenë shumë interesant, jena taku veç për 5 minuta me në stacion trenit në Cyri. Do më thonë në shkurt ka qenë kjo punë, edhe Petriti është aktiviteti i parë që kemi konfirmu. Po do më thonë, thjesht Petriti, se ja kemi fillu me punu në Baushtell, Petrit Qeku ka qenë bukfalisht emni parë që kemi dasht me pas në program. Se është thjesht një njeri jashtëzakonshëm, edhe ngjarjet e tij janë jashtëzakonshme, edhe qasja e tij profesionale është e jashtëzakonshme, sidomos kur kombinohet me sa është, domethënë, njeri kështu i përullur ndaj çapo di, nuk e ka ndaj qasje. Mendje madhe që kishe prit për dikujt me sukses që ka ai. Edhe pse në park ka qenë thjesht se një prej qëllimeve të Baushtell Balkan Temple është me i funksionalizu hapësinat publike të cilat nuk shfrytëzohen normalisht sa mujnë. Edhe prandaj kemi një prej qëllimeve tona është me sa më shumë me promovu shfrytëzimin e këtyre hapësinave. Kemi një park të mrekullueshëm në qendër qytetit që veç një grup shumë i vogël i njerëzve ndoshta shkojnë edhe vizitojnë, kështu që është mundësi edhe pak me i ndërlidh edhe me i shkëmby, domethënë njerëz të ndryshëm me hapësina ndryshme. Rozov, ka pasur nga publiku edhe të rinj nga vendet e tjera, jo vetëm nga Kosova? Po, do me thonë, mbrëm kanë qenë pjesë e publikut edhe pjesëmarrësit e Baushtell Balkan Temple që vinë nga Cyrihu edhe nga Beogradi. Po gjithashtu më ka ra edhe me taku njerëz ndërkombëtar, cilët e kanë me një farë mënyre e kanë marrë vesh që po ndodh koncerte dhe ju ka dok interesante e kanë ardhur. Ndalemi për pak minuta edhe tek pjesë të tjera të programit tuaj. Do të keni një performancë dhe prezantim nga Dervishët Fluturues. Po. Si ka me rjedh, si ka me qenë? Dervishët Fluturues ka me ndodhë të sheshi Vllaznim Bashkim. Ata kanë me bo një performancë edhe kanë me majtë një prezantim lidhje me mënyrën se si besojnë ata, ose mënyrën se si e shprejnë besimin e tëne, që është shumë e lidhën me universin edhe dashurinë edhe Zotin. Vjen një koncert, në fakt koncert me disa bende, si që është grupi Neue Leichtigkeit dhe Svemirci. Po, do më thonë është një band prej Cyriut edhe një band për Beogradit, edhe në fund kena mju bashkangjit në artistët e Prishtinës. është thjesht, do më thonë, koncert, arktim, shkëmbim i muzikave kultura ndryshme, edhe e përfaqëson paka shumë çka Baushtella po bën me këtë shkëmbim të artistave, edhe është mirë me ndëgju, po menoj, s'po ka shpesh bende që vinë prej jashtit, kështu që është mundësi e mirë. Cila ka me qenë vazhdimësia e krejt këtij projekti, kur tashmë po përmbyllet faza e parë, kështu e keni shujt ju edhe një përfundon kjo fazë? Mos harroj veç me përmend që të premten e kemi edhe hapjen e ekspozitës piktorit Rënqena në galerinë e Fakultetit të Arteve, do me thonë edhe kjo është një nga ngjarjeve. Edhe me koncertin që kam mbajt në ditën atë, përmbyllet faza hulumtuese, edhe mas asaj kemi me shku me një konceptim të performancave finale që kanë me ndodhur në Prishtinë, Beograd edhe Cyri. Performanca në Prishtinë është me 5 shtator, edhe deri atëherë kemi me qenë të punu në Hakërshtell çdo ditë për me realizu ato. Arber? Po, do më thonë, shumë punë. Kemi jashtëzakonisht shumë punë. Gjithatë me një synim të mirë. Gjithsesi. Performancën Prishtina kemi në kampusin e Universitetit të Prishtinës, me 5 shtator, pe orës 6 deri në orën 12, performanca gjatë 6 orë. Te kampusi është, do më thonë, e përfshin bibliotekën mbrana dhe jashtë, edhe krejt hapësirën e parkut që është përreth saj. Kemi jashtëzakonisht shumë punë, se cili artist ka me e shprej dhete nëpërmjet punimit artistik të tij ose saj, edhe kemi mbështetja e madhe që kemi si projekt, gjithashtu na bën presion që me prodhu diçka të jashtëzakonshme. Përgjegjshëm. Po. Në cilësive.
Edhe besoj se kemi mja dalë, edhe në fund kemi me transferu të njëjtën performancë në Beograd, edhe pastaj të njëjtën performancë në Zurich. Është interesant për një me, është një përvojë jashtëzakonisht interesante për ne dhe me kalu krejt që të sen. Edhe po besoj se kemi me ja dalë me bu diçka të atashme. Unë po juroj shumë suksese, faleminderit që ishe sot në studion e Bonbonit. Shumë faleminderit. Gjithë mirat.